Prokurorët dhe gjyqtarët do të duhet të plotësojnë nga 4 formular me pyetje rreth tyre dhe më pas do të bëhet përmes strukturave të vettingut verifikimi i këtyre informacioneve. Në rast se ata rezultojnë të kenë gënjur gjatë deklarimit, kjo përbën një arsye për skualifikimin e tyre nga gara. Pyetësori më i nxehtë dhe më i rrezikshëm për gjyqtarët duket se është ai mbi pastërtinë e figurës dhe lidhjet me krimin. Ky formular përmban 24 pyetje, të cilat në çdo rast do të vendosin kthjellësinë e prokurorëve dhe gjyqtarëve përpara se të përgjigjen. Pyetësori është ndarë në 5 kapituj: të dhënat identifikuese, të dhënat e vendbanimit, të dhënat për arsimin dhe kualifikimin, të dhënat për punësimin dhe të dhënat për sigurinë. Pyetja e parë e këtij kapitulli do të bëjë me siguri të gjithë prokurorët dhe gjyqtarët të rrudhin vetullat. A jeni përfshirë në veprimtari që lidhen me krimin e organizuar? Nëse po, ju lutem jepni shpjegime, thuhet në pyetjen e parë. E dyta është akoma më e gjerë dhe gjithë përfshirëse. A keni dijeni se një nga anëtarët e familjes tuaj është përfshirë në veprimtari që lidhen me krimin e organizuar? Nëse po, ju lutem jepni të dhënat e identitetit të familjarit tuaj, lidhjen tuaj familjare dhe të dhënat për veprat penale, për të cilat është hetuar ose dhe akuzuar. Me termin familjar, do të kuptohet bashkëshortja, bashkëshorti i tij, i afërti deri në shkallë të 4 ose krushtëqi deri në shkallën e 2, personi lidhur me detyrime birësimi ose që bashkëjeton në mënyrë të përhershme me njërin nga palët, thuhet në formularin që i bashkohet ligjit të vettingut.